madhe shembulli 21, kush i? Shembulli 21 prezidenta ju këtu. Ha? Kaq pak prisni nga shembulli 21. Nëse është kjo mund vi shumë më shpesh. Po nuk besoj që prisni këtë fakt. Dua të them që në fillim që ka një domosdoshmëri për një qasje të re, mendoj unë, sot të qartë, lidhur me pikërisht luginën e Preshevës dhe me shqiptarët që banojnë Preshev, për shkak se edhe Parlamenti Evropian, jo më larg se sa në 9 janar të këtij viti, ka përcaktuar shumë qartë domosdoshmërinë për përmirësimin rrjedhor të gjendjes dhe të pjesëmarrjes në jetën publike të pakicës shqiptare që jeton në luginën e Preshevës, duke ngritur një shqetësim shumë serioz dhe realisht me zë më të lartë se sa asnjëherë tjetër për gjendjen e papranueshme, qoftë ekonomike, qoftë sociale të kësaj zone. Ndërkohë që ne kemi të shkruar në Kushtetutën e Shqipërisë dhe pikërisht në nenin 8 Kushtetutës Shqipërisë, ku thuhet se Republika e Shqipërisë mbron të drejtat kombëtare të popullit shqiptar që jeton jashtë kufive të saj. Dhe së treti, dua të theksoj edhe diçka tjetër, që ka në vimësi një përpjekje për ta nënkuptuar se çështja e mosmarrëveshjeve mes Serbisë dhe Kosovës kalon nga Shqipëria, ndërkohë që kjo është plotësisht e pavërtetë, sepse për ne Kosova është një temë e mbyllur, është një problem i zgjidhur, është një entitet territorial i pacënueshëm dhe Shqipëria në anën e vet nuk mund vetëse ta konsideroj Kosovën ashtu siç është sot ajo, një republikë e pavarur me të drejta të plota të një republike pavarur me kushtetutën e saj për të trajtuar të gjitha problemet drejt për drejt. Ndërkohë që mendoj që nëpërmjet Serbisë dhe Shqipërisë apo Shqipërisë dhe Serbisë, problemi për të trajtuar dhe për të zgjidhur në ato aspekte që nënkupton dhe Parlamenti Evropian është lugina e Preshevës. Kjo është bindja ime dhe për këtë bindje dhe mbi këtë bindje ne sigurisht kemi një sër idesh, cilat po i përpunojmë dhe do të jenë të shkruar e zeza në të bardhë në programin ton të ri që titullohet për një rilindje shqiptare.